Në ambientet e Fakultetit të Edukimit e Filologjisë në Universitetin Fanoli në Korçë, u promovua romani Zonja me Pirpiri i shkrimtarit Odise Kote. Aktiviteti mblodhi pedagog, studentë dhe dashamirë të librit, të cilët vlerësuan veprën si një rrëfim të ndjerë artistik dhe një pasqyrë të thellë të traditës me modernitetin. Gjatë promovimit, pedagogë e kritik u ndalën te vlera letrare e romanit, duke theksuar stilin e veçantë të Odise Kotes, gjuhën e pasur artistike dhe mënyrën se si personazhet ndërtohen me ndjeshmëri dhe realizëm. I identifikues i të shkuarës së ndritur të traditës shqiptare. Pirpiria është një veshje tradicionale e zonës së Gjirokastrës. Vetë shkrimtari ndau me të pranishmit, emocionet dhe frymëzimin që shoqëruan gjatë krijimit të romanit Zonja me Pirpiri. Unë jam prirur që në fillim të kem një projekt për sa i përket botimeve të romaneve të mia. Jo romane të rastësishme, por sipas një projekti që unë e kam menduar gjatë. E para është roman Gjithë dritë. E dyta është një roman që unë e kam shkruar me një dashuri shumë të madhe për shkak të njohjes shumë të madhe. Pirpiria nuk është gjë tjetër, janë fijet e arit në dimensione të ndryshme. 01, 03, 05, dhe ato vendosen njëra pas tjetër kur bëhet Gjerdani këtu ose Gjerdanet e tjera. Dhe duhet të kuptojmë që ai që e bënte këtë gjë nuk ishte thjesht artist. Ai ishte piktor i madh, ishte njohës i madh i trashëgimisë autorore. Një nga personazhet më të rëndësishëm në vepër është Anabel Archer. Përmes rrëfimeve dhe kujtimeve të saj, lexuesi një historinë e dashurisë me Andre Gjinobardhin, mjeshtrin shqiptar të Korfuzit që krijon Pirpirin. Anabel është një personazh i mençur dhe i ndjeshëm që jeton mes kujtesës dhe të tashmes. Të pranishëm në promovim ishin poetesha Natasha Lako dhe regjizori Mevlan Shanaj. Kur mendoj që me ndërsia botërore ka zonja me Povaretu, ka zonja me Kamilje dhe tashmë në fund Shqipëria ka zonjën me Farfori. Është ka zona në jashtëzakonshëm dhe në letërsisë shqipe. Është një pasuri e madhe. Në logjikën time, Odise Kote ka një merit të madhe në letërsisë shqipe, edhe si poet dhe më pas si prozator, por përsëri vazhdon me poezinë, që nuk di të ndalet duke sjellë estetikën në letërsisë shqipe. Promovimi Zonja me Pirpiri u vlerësua si ngjarje e rëndësishme kulturore për Korçën dhe për jetën akademike të universitetit, duke sjellë më pranë lexuesit krijimtarinë bashkëkohore shqiptare.